ju përgëzoj që edhe sot jeni këtu për vendosmërinë tuaj të palodhur për të kërkuar drejtat tuaja. Sikur çdo të ende, në çdo seancë plenare, grupime ndryshme sociale të njerëzve që kërkojnë drejtat e tyre të kishin vullnetin dhe vendosmërinë tuaj, në mënyrë që ato që do të diskutojnë atu brenda të pasqyrojnë kërkesat reale të vendit dhe të popullit, do ishte gjëja që do na emanciponte shumë e më shumë dhe do na çonte shumë e më shpejt edhe drejt bëhes. Sidoqoftë, sot në kuvend do diskutohet edhe ligji për minierat. Pra do diskutohet se si minierat të shfrytëzohen më shumë e më shpejt, por nuk do diskutohet pasoja që puna në minier sjell për minatorët. Sot çdo deputet i kuvendit do duhet të ngrinte çështjen e statusit minatorit. Çështje për cilën ju vazhdoni të protestoni me të drejtën tuaj. Prandaj unë kur të flas do ta përmend të gjë dhe do përpiqem sa do pak të jem zëri juaj brenda sallës së kuvendit. Mos u tërhiqni, vazhdoni në përpjekjen tuaj se jo vetëm që është një kauzë e drejtë, por vetëm në këtë mënyrë mund ta realizoni atë. Vazhdoni. Bravo, Redi.